është si ushqyes, dhe bateria gjithashtu tregon boksi, është në sakt boksi dhe tek pallati normal. Atëherë lidhja e llampave është bërë në paralel, gjë që tregon që nëse një nga llampat nuk do punoj, llampa tjetër do bëjë punën e saj. Nëse ne vetëm ndjesim çelësin, dëshirojmë që të dyja llampat janë punë. Nëse ne vetëm afikim çelësin, të dyja llampat nuk punojnë, atëherë ne tregon që të dyja llampat janë të lidhura me dhjetin e çelës. Atëherë nëse do presim një nga delat, do të vëmë një nga delat të kafë ose të verdhë, do të vëmë re domethënë që një nga dritat nuk do të ndiset. Atëherë tash kur të ndesim çelësin, do të vëmë re që vetëm një nga dritat do të ndiset. Punon vetëm lampa poshtë. Edhe nuk punon. Ndërsa lampa e lashme jo, sepse e kemi bërë inekzistente falë peristelit. Po, kjo tregon domethënë që të dyja dritat janë të lidhura në lidhje paralele, siç janë të lidhura dhe të gjitha dritat në pallatin.